Opinionisti Lirim Gashi ka reaguar ndaj ish emisarit amerikan për dialog Kosovë-Serbi, Richard Grenell, dhe deklaratave për lirimin e Hashim Thaqit. Ai thotë se të paguhet çdo muaj nga Vučići 100.000 e më shumë euro për të lobuar në SBA kundër Kosovës dhe njëkohësisht të kërkojë lirimin e Thaqit nga burgu i Hagës. Këtë luks mund t'ia lejojë vetes vetëm Richard Grenell. Tutja e akuzon edhe opozitën për këtë, duke thënë se vazhdojnë bashkëpunimin me Radojčićit dhe Shehollin në plaçkitje dhe shkatrimin e shtetit të tyre. Të paguash çdo muaj nga Vučići 100.000 e më shumë euro për të lobuar në SBA kundër Kosovës dhe njëkohësisht të kërkosh lirimin e Thaqit nga burgu i Hagës, këtë luks mund t'ia lejojë vetes vetëm Richard Grenell, sepse ka hasur në tradhtar kriminal të opozitës sonë, të cilët ja lëpimbythën dhe qoken vetëm që përmes tij dhe kundër vullnetit të popullit të kthehen në pushtet për të vazhduar bashkëpunimin me Radojčićin dhe Shehollin në plaçkitjen e shkatrimit të shtetit të tyre. Ka shkruar ai ndër të tjera. Në vend të thirrjeve të paqarta dhe të pafrytshme për shkëmbim territoresh, Shtëpia e Bardhë mund të propozojë Kievit dhe Moskës një marrëveshje të përkohshme për Donbasin dhe territorit e tjera të kontestuara, të modeluara sipas rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, kushte që Rusia vetë mbështeti për Kosovën pas ndërhyrjes së NATO-s një çerek shekull më parë. Me këtë ide del profesori në Universitetin John Hopkins dhe eksperti për Ballkanin Perëndimor, Eduard Jozef. Në opinionin e tij, nxitja e një zgjidhjeje sipas modelit të Kosovës në Donbas, së bashku me antarësimin e Beogradit dhe Prishtinën në NATO, do të jepte presidentit amerikan Donald Trump një fitore historike që ndryshon ekuilibrat gjeopolitik, duke dobësuar Rusinë, forcuar NATO-n dhe përmbyllur konfliktet e pazgjidhura të pas luftës në Europë. Jozef në artikullin e titulluar Një përparim ballkanik për Ukrainën, antarësimin e Serbisë në NATO dhe zbaton modelin e Kosovës në Donbas, thotë se Trump mund të ndihmojë në arritjen e armëpushimit të shumëkërkuar, duke zhvendosur vëmendjen nga fronti i Ukrainës në Ballkan, një rajon ku SBA-ja dhe aleatët e saj kanë më shumë ndikim strategjik. Në këtë plan, Donbasi do të administrohej përkohësisht nga OKB-ja ose OSBE-ja, ndërsa vendimi përfundimtar për sovranitetin do të lihej vetë banorëve përmes një referendumi si në rastin e Kosovës. Kjo do t'i mundsonte Ukrainës të ruajë pretendimet territoriale, ndërsa Putinit t'i ofrohej një rrugdalje politike pa humbje të menjëhershme. Por ideja shkon më gjerë, eksperti sheh në Ballkan një shans për një përparim të dyfisht, duke tërhequr Serbinë nga ndikimi rus përmes një oferte për antarësim në NATO së bashku me Kosovën. Kjo do të izolojë më tej Rusinë e Europë, do të forcojë pozicionin e perëndimit në Ballkan, do të largojë ndikimin rus dhe kinez nga Serbia dhe do të nxjisë paqe të qëndrueshme mes Beogradit dhe Prishtinës, shkruan më tej Jozef.